Mbrëm në orën 19:45 në departamentin policor të Arc, një burr 54 vjeçar nga fshati Odri, së bashku me djalin e tij të mitur 13 vjeçar, kanë denoncuar se të njëjtën ditë rreth orës 18:45, ndërsa djali i tij i mitur ishte me shokët e tij nga fshati dhe po rrinin në oborrin e shkollës fillore në fshat. Një person i panjohur ka hedhur një send të fortë në drejtim të tyre dhe i ka shkaktuar lëndime trupore djalit të tij, të konstatuara në spitalin klinik të Tetovës, po merren masa për zbardhjen e rastit. Dje në orën 13:30 në departamentin e punëve të brendshme Gostivar, një 64 vjeçar nga Gostivari ka denoncuar se të njëjtën ditë rreth orës 11:30 në rrugën Major Çede Filipovski, para një objekti hotelerik është mashtruar nga dy persona, të cilët i kanë thënë se janë nga Dubai dhe i kanë kërkuar të shohin se si duken paratë vendase, duke i dhënë atij një byzylyk, duke i thënë se është prej Ari. I dëmtuari u ka dhënë atyre 150 euro dhe 3.100 denar në kartë monedha të ndryshme, pas të cilës personat kanë thënë se do të shkonin t'i sillnin 2 telefona celular, por nuk janë kthyer më. I dëmtuari më vonë ka konstatuar se byzylyku ishte bizhuteri e thjeshtë, po merren masa për zbardhjen dhe dokumentimin e rastit. Mbrëm rreth orës 21 në rrugën Mara Ugrinova në Gostivar, para një objekti hotelerik, zyrtar policor nga sektori për punë të brendshme Gostivar kanë arrestuar personat IR, 25 vjeç nga Shkupi, HB, 18 vjeç nga Republika e Serbisë dhe 16 vjeç i mitur, gjithashtu nga Republika e Serbisë. Gjatë kontrollit tek ata është gjetur lëndë bimore gjelbër. Ata janë ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit do të vijojë para shtresë përkatëse. Dje në orën 18:20 në qendrën mjekësore Gostivar, zyrtar policor nga Departamenti për punë të brendshme Gostivar kanë arrestuar personin AD, 39 vjeç nga Republika e Shqipërisë. Ai ishte sjellë në spital për t'i dhënë ndihmë mjekësore, por më pas ka prishur rendin dhe qetësinë publike dhe ka refuzuar t'i ofrohet ndihmë mjekësore. Pas dokumentimit të rastit ndaj tij do të vijojë para shtresë përkatëse.